Allah, në këtë ditë të 6 të Ramazanit, dëgjoj lutjet e mia, pushoje ankthin e shpirtit tim. Sa shumë armiq qëndrojnë kundër atyre prej nesh që jetojnë besimin ton. O Zot, na largo të keqen dhe thyej gjunjt e të prishurve. Na mbroj nga fatkeqësia, sëmundjet e lëndimet. Më mbroj mua dhe familjen time. Mbroj edhe familjen time të gjerë, shok dhe miqt, edhe të gjithë besimtarët. O Zot, dhuroju paqen, mirësinë dhe mëshirën tënde të gjithë atyre që vuajnë nga trauma, tragjedit apo goditjet e të gjitha llojeve. O Zot, nëse ti je i kënaqur, frymëzoj umetin të dizajnoj dhe mbështes më shumë programe që i përmbushin nevojat e dëdëmtuarve dhe viktimave. O Zot, i lartësuar dhe i patëmeta je ti. Amin.